cili ja u bën të pamundshme qeverisjen e këtyre njerëzve. Sepse këta dojnë me çdo kusht ta çojnë vendin ka drejtimi i padur, ka drejtimi i zajednicës, ka drejtimi i demarkacionit, ka drejtimi i shitjes së Kekut, i shitjes së Trepçës, i shitjes së krejt aseteve tona. Dhe jemi na ata që i kemi ndalë dhe i sot, dhe jemi na ata të cilët duhet bashkarisht punojmë në ditë të ardhshme që t'ja japim fundit këtyre horave. Ju falimderit për përkrahjen, ju falimderit për pranin, po pa e zgjatur më tepër, do t'ja jap fjalën kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Visa Rymerit. Faleminderit dhe përshëndetje për gjithë ju aktivist e antar të Lëvizjes Vetëvendosje, shumë i nderuar Arni Dehari, të respektuara familje të avdhët, të egzonit, gjithë ju aktivist që janë këtu, shpend, të i bëtë që të malag, gjithë ju tjerët, si që përmendja dhe juve, këtë të bëm ka për